po rreshtohet ka Serbia, ka kriminale. Ku me I besu kësaj drejtësie? Po ndërlidha me kryetarin masakrin e Zbicës, fatbarësisht kanë shpëtu 7 veta. 3 prej atyne kanë shku, kanë dëshmu kundër kriminalit Milošević në Hag, me emër e me mbi emër. Ato dihen Serbë cilët, sepse ata që kanë shpëtu, e kanë mojt me emër me mbi emër Serbë cilët e kanë kryrë dhe ju kanë pri masakrës në Zbicë. As një s'është dënu, as një s'është akuzu. Absolut. Ndërsa, si që tha kryetari, ne personalisht në Evropës nuk I besoj kur, sepse gjithmonë na ka tratu dhe na ka prej në besë. Unë e maj shumë shpresë dhe besoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që një ditë do të del drejtësia në vend, të lirojnë djemë tonë që I pirmojnë pa drejtësisht në Përburg, në Hag atje, dhe të vinë të jetojnë jetën e tyre me familjet e tyre. Sepse ne nuk shku me vrau kur kanë në Serbi atje, po Serbia erë këtu, na I djegën shtëpitë, na I vëllën çka patun pasuri. Gjithë tha gjona, në për fshat, në 52 fshatat të komunës Skenderajt, nuk kanë lënë gjon pa vjedh. Kanë vjedh makineri, bujqësure, traktura, kanë krejt ljope, gjona që kanë qenë shtonë shtëpiake, I kanë vrau edhe atu. Na I kanë kollë gjithë shtëpiat. Kështu që ata e dinë fort mirë që kriminalet kanë qenë serbët, jo ushtria shtimtare e Kosovës. Por disa Evropian janë radhit me dëshmi të Serbisë, në anën e Serbisë dhe disa shpion shqiptarë që po paguhen dhe janë paguar që nga fillimi të shpifin dhe të gënjejnë për ushtrinë shtimtare të Kosovës, janë radhitur me serbet dhe po I akuzojnë pa kur farfakti ushtrinë shtimtare të Kosovës. Ne e dim që prokurori ndërkombëtar që ka punu këtu, I ka dënu ushtarët e ushtrisë edhe oficerët e ushtrisë shtimtare të Kosovës, pa kur një bazë ligjore, tash punon në Serbi në një post shumë të rëndësishëm. Ndërsa asnjë nuk I kërkon llogari atij zotrisë. Po, zotë Qeriqi, çfarë kujtoni ju realisht nëse flasim për këto kohë, ju vetë keni qenë pjesëtar I ushtrisë shtimtare të Kosovës, çka kujtoni nga ajo kohë?